Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme ka mbritur jashtë territorit shqiptar një 57 vjeçar, baba i 4 fëmijëve. Ai është në kërkim të fëmijës i cili e bëri për herë të parë baba, është 28 vjeç, ndërkohë që në vitin 1999, një vit pas lindjes së tij, çifti në fjalë jo vetëm ka kryer divorcin, por nëna ka marrë të birin dhe është larguar, dhe që nga i vit 27 vite, 57 vjeçari nuk e ka parë kurrë të birin. Ka vendosur të jetë në anonimat të plot, por për ta kërkuar drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ka pak të dhëna se ku jeton i biri së bashku me nënën. Për të gjitha këto na njeh materiali përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me vetë 57 vjeçarin, por dhe me avokatën tonë. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një 57 vjeçar, baba i 4 fëmijëve. 57 vjeçari do të rrëfej divorcin e dhimbshëm i pasuar nga një ikje e heshtur, i cili do të ngrinte në kohë jetën e tij. Në mes të asaj stuhie personale, familja u coptua në mënyrë më traumatike. Ishte viti 1999. Bashortja e asaj kohe mori me vete njërin nga fëmijët dhe u largua drejt shtetit të Francës, pa lënë një adresë, pas një shpjegim dhe pas një mundësi kontakti. Për 57 vjeçarin jeta u përmbys brenda një nate. Ai mbeti këtu mes vështirësive të një Shqipërie të trazuar. Ditën e sotme ai kërkon në studio të rilidh kontaktet me të birin. Ndiqni rrëfimin. Kjo ishte kronika e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur. Do të flasim më në gjerësi, me pak detaje, ndoshta për ta kërkuar 28 vjeçarin, i cili ka lindur me 28 tetor të vitit 1998. Ai quhet Orest Kamberaj, babai i tij është me mua në studio, 57 vjeçari, ka vetëm 2 foto në moshën 1 vjeçare të birit, ndërkohë që është bërë dhe 3 herë baba. Fëmijët janë 20, 17 dhe 14 vjeç. Ai jeton jashtë territorit shqiptar, ndoshta shumë pranë ose në një shtet me të birin e tij, të cilin nuk e ka parë që kur ka qenë 1 vjeç. Me mua në studio 57 vjeçari. Përshëndetje zotri, mirë se erdha. Të falenderoj që je me mua në studio. S'ke shumë që e kthyer nga jashtë kufijve të Shqipërisë, jeton prej shumë vitesh jashtë. Do më flasësh pak për fëmijën tënd të parë. Është djalë, quhet Orest Kamberaj, është i datëlindjes 28 tetor të vitit 1998. Ti ke humbur çdo lloj kontakti me të në vitin 1999. 27 vite që nuk e ke parë dhe vetëm 2 foto ekzistojnë në albumin tënd dhe ai është vetëm 1 vjeç. Do t'i shfaqim këto foto sepse ndoshta nëna e tij, e cila quhet Resmie Toraj dhe është nga Kurja e Fierit, do flasim pak më vonë edhe për të, mund të na ndjeki drejt për së drejti, mund ta njoftoj të birin, mundet vetë ai të na ndjeki për shkak edhe të shikueshmërisë që televizioni News 24 si televizioni më i madh informativ në vend, por dhe televizioni dhe emisioni Me Zemër të Hapur ka pasur surpriza të tilla dhe ka pasur histori suksesi pafund. Të paktën të gjitha ato që ne kemi transmetuar dhe i kemi përzgjedhur me shumë kujdes, në qoftë se do arrim në gjurmët e dikujt, të paktën kjo studio i ka bërë të lumtur, si jashtë kamerave, si përballë kamerave, ata që janë kërkuar në këtë studio. Me mua Sara Demrozi, avokate. Përshëndetje Sara, mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, me në krye avokatin zotin Duhet Pietra, i cili është edhe themeluesi i gjykatës së arbitrazhit. Jo më kohë të bëj këtë prezantim të gjatë gjithmonë kur ju kam në studio Sara, sepse detektivët privat kanë një rol të jashtëzakonshëm pikërisht në ngjarje të tilla, apo jo? Patjetër. Do të pyes vetëm pak më vonë të marrim emocionet e 57 vjeçarit, se sa raste të tilla vinë në zyrën tuaj avokatore, ku keni bashkarisht edhe detektivët privat të cilët janë të përhapur në gjithë Europën, por edhe përtej Europës deri në Amerikë, raste suksesi thoni ju, njerëz të cilët duan të dalin në ekran, por njerëz të cilët e kanë shumë diskret atë për çfarë pajtojnë detektivët privat, kryesisht
nuk flasim vetëm për tradhti bashkëtorë siç është cilësuar në fakt të detektivit privat. Së fundmi në media dhe kjo gjë nuk më ka pëlqyer sepse historitë e suksesit në zyrën tuaj avokatore janë pikërisht nga humbja e gjurmëve të personave të tillë. Atëherë, unë do doja të flisja me 57 vjeçarin. Keni kohë që jeni kthyer nga jashtë? Kam pak kohë. Ke pak kohë. Pse në fakt ju mbas 28 vitesh po kërkoni djalin tuaj? Ai është 28 vjeçar, gjurmët i ke humbur, kur ai ka qenë vetëm 1 vjeç, 27 vjeçar. Po, sepse s'kam pasur mundësinë ta kërkoj. Pse e ke shtyr? Edhe kam thënë, po e takoj pak të rritet e pak e kështu. Rritet edhe pak, sa pak? Të rritet e pak të shkoj dhe aty është do ta gjej, do ta kërkoj ose do më kërkoj kështu. Ke shpresuar që djali mund të kërkoj? Po, dhe sonë unë kam qenë diku jashtë dhe në 2016 më ka kërkuar. Të ka kërkuar? 2016-2017? 2016. 2016 djali të ka kërkuar. Mirë, do ndalojmë pak bashkë dhe të flasim se pse i humbet i kontaktet me djalin, çfarë ka ndodhur në martesën tënde, ti aktualisht je rimartuar dhe je babai 3 fëmijëve. Bashortja juaj aktuale dhe 3 fëmijët, e din ekzistencën e djalit të parë? Po. Ato kanë shtyr ata ndonjëherë që ti të vije dhe ta kërkoje? Nuk janë të interesuar. Ata e din që ndodhesh sot në këtë studio në kërkim të djalit tënd? Po. Nuk janë, ti ke 3 fëmijë, 20, 17 dhe 14. Nuk janë ata kurios të dinë se kush është vllai i tyre? Çupat më shumë, po. Vajzat. Po. Vajzat janë kurioze. Ta njohin. Të mbështesin në këtë rrugë. Po. Po bashortja? Jo, s'ka thënë asgjë. Nuk ka thënë asgjë. Mirë, kthehemi vite më parë. Në vitin 1998, pa lindur djali yt, dhe regjia ka shfaqur në këto momente, është një foto që ndoshta djali mund ta identifikojë veten e tij, ose edhe nëna e ke ballë për ballë. Kush është kujtimi më i bukur që ke me të në këtë moshë? Po. Të janë fotot e fundit me të ti? Paka shumë, po. Paka shumë. Do të thonë. Si e njohur ti dhe zonja Resmia? Kështu me lajmësi, si e thonë. Me lajmësi. Ti nga qyteti i Vlorës, ndërkohë ajo është nga Fieri. Lajmësi? Ishte një mik në mes, njeriu jonë, një kushëri jonë, edhe ajo bëm shumë. Kur jeni njohur me zonjën? Do më thënë, kur është bërë kjo mbledhëri? U bë shumë shpejt, nga 6-7 muajsh, 8 muajsh. Nuk arritët ta njohit njëri tjetrin? Pak. Shumë pak. Çfarë ndodhi midis jush pasi ju martuar? Ishte një gabim. Gabim nga ana kujt? Gabim, lere. Nga ana e nënës së djalit? Gabim ta quajmë, lere. Një gabim i të dyve? Ai ta quajmë të dyve, jo. I të dyve, ai ta quajmë i të dyve. Si erdhi në jetë djali? Ishte planifikuar të vinte në jetë? Si u prit ardhja e tij? Më thuaj ca emocione që djali, nëse po të ndjek, ndoshta të na kontaktoj. Ishte edhe nëna gjallë, babai kishte vdekur, kishte një vit kështu edhe mirë fare, gëzuam kështu. Po mia i parë gëzuam, pavëm kënaqësi. Pastaj jeta ka të papritura ndodhin, njerëzit janë në një mendje. Njeri kështu. Je pak i rezervuar të më thuash çfarë ndodhi tamam midis jush, me sa duket po e respekton në distancë nënën e djalit apo jo? Jo, s'është muhabeti se po e respektoj, muhabeti është që kanë kaluar vite dhe kalem ato mënyrës, jalem kohës. Si ishte largimi i zonjës nga shtëpia? Pse humbeti kontaktin me të, por edhe me djalin njëkohësisht? Ishte një moment, e la aty dhe iku. Djalin e la në shtëpi? Po, gjakndet si patëm një kështu, për plasje dhe iku, e la djalin, pasaj më kam ikë në Itali, kanë ardhur vllai i saj, motra, njerëzit e saj kanë marrë. Pra, largimi i zonjës pas ka qenë i vështirë. Pasur një debat aty midis jush. Ishin ta debate, sepse ishte dobësi e saj e kaq. Ishte një dobësi nga ana e saj, ne e kemi të nënkuptuar, e kuptojmë çfarë mund të ketë ndodhur, por dhe reagimi yt me sa duket pas ka qenë i fortë, me sa kuptoj, se një grua që fëmijën e kishte vetëm 1 vjeç apo 1 vjeç e pak,
të lë fëmijën, sidomos djalin dhe të largohet. I kështë ndodhë dhe një vdekje para pak kohë, se i vëllai, ishtë pak e Pra, në traumatizuar. familjen e saj, në kur janë të fjerit, kishte ndodhur diçka. Një vdekje. I kishte vdekur një vëlla. Në mënyrë tragjike, besoj? Tragjike. Edhe ishte mërzitur, edhe pas pak kohësh ndodhi kjo tjetër edhe mori, iku vetëm, pastaj mori djalin pak më vonë, mund këtë qenë pas një muaji. Jo, ndalojmë tek nata e problemit. Ju keni pasur një përballje me njëri tjetrin, duhet këtë qenë shumë e fortë që ka detyruar zonjën të lërë fëmijën dhe të largohet. Në momentin që është larguar, ku ka vajtur? Te babai dhe nëna. Tek babai. Ti, pas sa kohësh je larguar? Unë jam larguar pas diku një muaj shumë. Mbas një muaji. Por gjatë këtij një muaji që zonja u largua atë natë dhe djalin e la tek ty, ti me kë jetoje? Vetëm me nënën. Vetëm me nënën tënde. E kuptoj. Dhe ndërkohë do doja të dija në këtë një muaj, zonja u interesua për djalin? Po pak. Pak. Shumë. Ju merrte në telefon? Jo. Djali e kërkonte nënën, më thuaj të vërtetën. Po, e kërkonte, po, kjo është e vërtet. Ti çfarë i thoja? Do vi, kështu, gjëra, kështu, të tilla. Do vi, thoja. Dhe atë një muaj ka jetuar me nënën tënde? Po, unë kam ikur pas 15 ditësh një muaj, ka jetuar, pastaj kanë marrë. Kështu mbyllet. Tani, ti u largove në Itali. Po. Djalin e le me nënën tënde. Kush ka ardhur në shtëpi? Ka ardhur vllai, motre saj. Të cilët quhen, mund të mi thuash me emra, se ndoshta e kuptojnë. Për kë bëhet fjalë? Jo, nuk dëshiron. Dhe çfarë kanë kërkuar? E kanë takuar, pastaj e kanë marrë dhe kanë ikur. Pra mbas një muaj, ka pasur një informator që ti e larguar jashtë territorit të Shqipërisë? Sepse pikërisht mbas një muaj kur ti u largove. Po, ka qenë një informator. Ishte dikush që e ka lajmëruar që ti nuk gjendeshe në shtëpi. Ishe larguar për në Itali. Po, tjetër. Ka qenë një informator dhe ai ka ndërtuar aty 2-3 ditë, shikon televizjet, mos vija unë, sa kam ikur unë. Në momentin që kam ikur unë jam larguar, se mos më kanë njoftuar me njëherë për djalin. Nuk më kanë njoftuar që kështu. Ka kaluar pak kohë, pastaj më ka thënë hajde, e unë se kam ditur. Kur e kam marrë vesh, bëra sa përpjekje, pastaj njeriu jonë avokat më tha lere këtë punë, më tha mua. Lere këtë punë. Mirë, unë duhet ndaloj pak në një tjetër moment. Ju thatë që ka pasur një informacion nga brenda zonës tuaj. Nga ana e saj. Nga ana e saj, me sa duket keni pasur lidhje të 2 fishta, të 3 fishta mblesër, njerëz që ju kanë njohur, kanë lajmëruar që ti nuk je në të bëni me Shqipëri. ata, unë kisha të bëja dhe ajo, po unë E kuptoj. Dhe aty ka vajtur Tezja dhe Daja, ajo vetë jo. Nëna, Jo. zonja Resmia. Jo. Me justifikimin tek nëna jote për takuar nipin, apo jo? E kanë takuar nipin? Po. Dhe e kanë marrë për Po momentin. si e kanë marrë për momentin? Duke e takuar, kanë lëvizur ajo plakisht. Shiko, ky është rrëmbim në një farë mënyrë. E rrëmbim, shumë. Sa vjeç që ka qenë nëna jote në atë kohë? Ja, për të apë një llogari kështu, ka qenë, mendoj unë, 2010, avasja. 74 vjetë. Sa? Diku 74-75 vjetë. Shumë e vjetër. 74-75 vjeç në atë kohë, dhe ndërkohë Daja dhe Tezja shkojnë për të atakuar, nëna jote i lejon si një zonjë qytetare, në momentin që ato takonin nipin e tyre, e kanë marrë, por që fatkeqësisht nëna jote në atë moshë, prandaj të pyeta dhe për moshën, nuk ka mundur do të ti reziston. Është e vërtetë. Dhe ky është një rrëmbim. Dhe mund ta themi shumë pastër dhe më pas do flasi dhe avokatja. Dhe ndërkohë ty nuk të kanë thënë në moment. Mbas sa kohësh, e mban mend sa ka qenë data, muaji? Pas mua më kanë thënë diku pas kanë kaluar goxha 1 muaj e gjysmë, 2 muaj e gjysmë, kështu diçka. 1 muaj e gjysmë, 2 muaj e gjysmë pas largimit tënd. Por si kanë marrë djalin. Pasi kanë marrë djalin. Djalin kur e kanë marrë? Ka qenë verë, ka qenë dimër, ka qenë vjesht, pranverë? Datën nuk e mban mend, vetëm di vitin 1999. Djali ka qenë pothuajse 1 vjeç. Mund të ketë qenë vjesht. Mund të ketë qenë vjesht. Pra mund të ketë qenë diku shtator tetor.
pak përpara se djali, sepse duhet theksuar që djali i yt quhet Orest Kamberaj, i datëlindjes 28 tetor të vitit 1998. Lindur, ja, këtu është me nënën tënde dhe duket edhe mosha e nënës tënde, që të pyeta pak më përpara. Tu është pak më i vogël se te foto tjetër, apo jo? Dhe ti thua ka qenë vjesht, pra do të thotë që djali ka qenë fiks 1 vjeç. Mirë, mund ta heqim foton në regji apo e kërkon, mund ta thuash edhe me zot lart, zotri, mund ta heqim këtë foto sepse të sjell emocione, po mund nxjerrim foton tjetër sepse Oresti mund ta ketë një foto të asaj moshe, nëna e Orestit zonja Resmie Tora nga Kurja në Ifirit, mund ta shikoj dhe mund ta dëgjoj që ne po kërkojmë të birin, ti kërkon të rivendosësh mbas 27 vitesh kontakte me të. Ndërkohë që fëmijët e tu nga martesa tjetër, po e kërkojnë sidomos motrat, e ti a i duhet ta di që babai jeton shumë vite jashtë territorit shqiptar, ka mbritur në këtë 2026 në këto kohë nga jashtë kufijve të Shqipërisë në Shqipëri, ai është me origjinë nga Vlora, ndërkohë që ka parë të gjitha fotot, si zonja Resmie, të cilës i kërkojmë ndjes, nëse po na ndjek drejt për së drejti, le të na kontaktojnë në numrin e telefonit 069 20 37 000. Në këtë numër telefoni dhe vetë Oresti ka mundësi të jetojë në të njëjtin shtet me babain, sipas të dhënave që vetë 57 vjeçari babai i tij, i cili kërkon të jetë në një anonimat të plot, nuk kërkon të identifikohet, por kjo ishte rruga e vetme që mund të kërkonte Orest Kamberaj, i lindur me 28 tetor të vitit 1998. Ka qenë vjeshta e vitit 1999, kur babai është larguar për në shtetin italian dhe 1 muaj zonja Resmie ishte larguar nga familja pas një grindje me 57 vjeçarin me babain e Orestit, e kishte lënë Orestin tek babai dhe tek gjyshja, 1 muaj pasi zotria 57 vjeçar ka ikur në Itali, Daja dhe Tezja kanë vajtur për ta takuar nipin dhe ndërkohë gjyshja 75 vjeçare nuk ka mundur t'i rezistojë se ato e kanë marrë në krah dhe janë larguar në mënyrë të beft, dhe ndërkohë unë dua të pyes pak babain e Orestit, 57 vjeçarin. Zotri, ti më thej që unë kam folur me një avokat në ato vite dhe ty nuk të kanë lajmëruar me njëherë, apo jo? Në momentin, kush ta ka treguar? Ke telefonuar dhe ta ka treguar nëna? Ke ardhur në Shqipëri, ma thuaj pak. Jo, vetëm kur kam marrë në Shqipëri. Kur ke ardhur në Shqipëri? Po thuaj se 2 muaj pasi ishte larguar. Po, më kanë thonë hajde në Shqipëri, pastaj më ka treguar nëna aty. Kaq. Ti ndërkohë ke kontaktuar, më the, një avokat i cili të ka thënë lëre këtë punë, pse? Lere këtë punë, sa, krijo familjen, lere, sa, me nënën është, do i momenti që të takosh, do bësh, kaq. Do të kërkoj, do të kërkosh, shiko punën, lere për mua, sa lere. I e penduar që nuk e ka kërkuar se një avokat nuk mund përgjigjet në këtë lloj mënyre? Ashtë po, jem penduar. Je penduar? Po, patjetër. Që dëgjove këtë avokat? Për momentin, ato 2-3 vjet, apo 4 vjet, mirë, po kur u rrit, duhet paktën disa vite më para. E kuptoj trishtimin në sytë e tu, në mënyrën e komunikimit, në urtësinë tënde, në edukatën tënde, të ka munguar në gjithë të vite, faktikisht 27 vite. Unë nuk e di mbas sa kohësh ti ke krijuar familjen dhe duke bërë llogaritë e fëmijëve të tu, mbas 7 viteve të largimit të djalit tënd, ti e bërë përsëri baba. Për të gjitha këto do flasim në pjesën e dytë, fillimisht hapësira e parë publicitare, dhe rikthehemi jo vetëm për ta analizuar, por për të marrë dhe informacione të tjera, sepse 57 vjeçari mendon se jetojnë në të njëjtin shtet me djalin, me Orest Kamberaj, dhe njëherë përsëris të dhënat e 28 vjeçarit, i lindur me 28 tetor të vitit 1998. Kjo është fotoja e tij në momentet e fundit. Ai ka qëndruar pas një grindje mes nënës edhe babait. Nëna është zonja Resmie Toraj nga Kurja i Fierit, edhe ajo e larguar jashtë territorit shqiptar së bashku me të birin, diku nga vitet 2016. 57 vjeçari babai i Orestit deklaron që Oresti e ka kërkuar, të paktën në media ka dalë publikisht për të kërkuar babain, kanë qenë të dy në kërkim të njëri tjetrit. Shpresoj që Oresti atëherë nuk ka rënë në gjurmët e babait pasi jeton jashtë territorit shqiptar, por të jetë tashmë i vëmendshëm tek emisioni Me zemër të hapur me një
thash edhe një herë, 26 vite karrierë, ne jo të ralla kanë qenë rastet që i kemi marrë për sipër, të gjitha kanë qenë e suksesshme, shpresoj që dhe rasti i Orest Kambera të jetë po kaq i suksesshëm, duke qenë se babai thot në 2016 e ka kërkuar, po e kërkon live për herë të parë drejt për së drejti babai i tij në këtë studio, shpresoj të ketë një fund të lumtur si çdo histori që kemi trajtuar të kësaj natyre. Ndjekim publicitetin e parë dhe rikthehemi në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi rikthyer drejt për së drejti në studion e emisionit Me zemër të hapur, po ditën e sotme jemi në kërkim dhe po kërkojmë Orest Kambera, i lindur me 28 tetor të vitit 1998. Në vjeshtën e vitit 1999, një muaj pas një grindje midis nënës dhe babait, nëna e Orestit quhet Resmie Toraj nga fshati Kurjan i Fierit, kushdo që ka një informacion edhe për zonjën Resmie, duke kërkuar zonjën Resmie do gjejmë edhe të birin. Në 2016, 57 vjeçari babai i Orestit thotë që Oresti e ka kërkuar në televizion. Të shpresojmë që Oresti ta ndjeki këtë emision sapo të hidhet në kanalin ton zyrtar në YouTube. Mendohet se jetojnë në të njëjtin shtet, të paktën të ketë një adresë sepse babai do shkojë dhe ta takojë personalisht të birin. Oresti duhet kuptoj që nga martesa e dytë e babait, se nuk e dim çfarë ka ndodhur me nënën, ka edhe motra dhe vëlla, 20, 17 dhe 14 vjeç. Atëherë, zotri, do doja të bëja një pyetje. Me njëherë sapo avokati të tha që mos u merr se me nënën është, ti besoj se me nënën e Orestit ishe celebruar. Kush e mori dhe kush e bëri kërkesën në gjykatë për divorc? E ka bërë zonja, e ke bërë ti kërkesën? Nuk të kujtohet. Ju ballafaquat në gjyq me zonjën? Ja, unë mbyll, e ka bërë ky avokati, miku Ky avokati. Një miku jo Një miku juaj. I cili tha lëre fëmijën me nënën? Mbyllim me njerë, zgjidhim me njerë ato çështjen edhe kaq. Okej. Ky tha, më lëre për momentin, jo mua tha lëre, tha se do vej më mirë puna kështu. Mos u merr me këtë gjë. Jo, po dëgjove mua. Kishte pasur një bashkëbisedim avokati miku juaj me palën tjetër? Pala tjetër ishte paraqitur në gjykatë? Jo. Vetëm me ka mbyllur momentalisht edhe kaq. Çfarë vendosi gjykata? Vendosi që kujdestarin t'ja jepte nënës dhe ju të paguonet një pension ushqimor, apo jo? Po, kështu diçka e tillë. Sa ka qenë shuma e pensionit ushqimor? Nuk më kujtohet, sepse unë kam ikur edhe ajo ka ikur pasaj me njerë jashtë. Nuk kanë qëndruar shumë. Pra ti thua që ka qenë e organizuar kjo gjë? Po patjetër ishte organizuar, se e morën kështu brutalisht. E morën brutalisht. Të vjen keq për këtë gjë? Me një plak, po më vini natë, sepse jo, unë kisha mundësi që ta merja në Itali ose ta qoja diku tjetër. E mendove këtë që ta merje djalin, apo ishte shumë i vogël? Po më tha dhe motra, e mbajon. Ti kur vajte në Itali, kishe familjar të tu në Itali? Po kisha, patjetër. Ishte motra juaj, halla e Orestit? Jo. Ajo ishte një qytet te nga veriu Shqipërisë, më tha e mbajon, se mos ta marrin. Mbeta kështu, nëna tha, pse vendosit t'ja lije nënës dhe jo motrës? Po, këtu gabova. Këtu gabove. Ishte shumë i lidhur Oresti me gjyshen? Po, patjetër, shumë i dashur. Shumë i dashur. Mundet të përkujdesej nëna jote në ato mosh? Po, si, e fort ishte. Nëna ime ka vdekur 80. Pse nuk e përballoje do të foton e Orestit me nënën tënde, të kthejnë kujtimet nga pas? 84 vjeçë ka vdekur, e fort ajo. 10 vite pas largimit të Orestit, ajo ndroi jetë. Kaq e fort ishte? Ishte fort. Po ajo punonte deri në fund, di kështu 3 ditë së mor di. Ishte fort. E qartë. Mirë, ju më thatë që grindja midis jush ndodhi në një moment ku zonja Resmie sapo kishte humbur njërin vëlla. Kështu pak rëndësi ka e humbja e vëllait, sepse nuk luante rol humbja e vëllait. Fare. Megjithatë, dua të pyes, vdekja e vëllait të zonjës Resmie, të dajës të dajës së Orestit, ka të bëjë ndoshta me largimin e tyre? E përdorën ato këtë vdekje për të larguar jashtë territorit shqiptar, duke ditur që unë kam një informacioni. Mund ta kem përdorur andej, por unë them kështu që Shiko, ka qenë në mënyrë tragjike vdekja e zotrisë. Ka qenë, po pra, e kuptoj, por
duhet ta theksojmë këtë gjë. Jo, nuk kërkon ta. Pra, ka qenë një vdekje tragjike e cila është përdorur për të kërkuar ndoshta një azil. Një aksident. Jo, nuk ka qenë një aksident i zakonshëm, të mos japim këto informacione gabim, ka qenë një vdekje tragjike, ndoshta ti nuk do ta thuash, edhe unë nuk po e them, pavarësisht se kam një informacion, por gjithsesi është e drejta juaj për të mos e lënduar qoftë Resmien, qoftë edhe Orestin. Por duhet të jetë përdorur e gjithë kjo gjëja për t'u larguar, domethënë, pas rrëmbimit që Daja dhe Tezja kanë bërë të djalit tënd, ata ikën menjëherë. Pra ti kur u ktheve nga Italia, i gjete më në Kurjan, zonjë Resmie? Mund të kenë ikur me njerë, nuk... Mund të kenë ikur me njerë. Pra, çdo gjë ka qenë e organizuar. Unë të rojqa, nga momenti që më tha avokati, ai më mbushi mendjen, më shumë. Një miku joni ishte, ku nati motë. Mi pra, e thamë, por unë do doja të dija, ata kanë ikur me njëherë dhe kanë kërkuar azil? Po, me njerë mendoj se kanë ikur. Me njerë. Informacionet të këty kanë mbritur që në 2016 djali ka dalë publikisht Oresti dhe të ka kërkuar. Mbasa kohësh ti e mësove këtë fakt? Pas një vite, pas në 2017 e kam mësuar gjitoni jonë, një komshiu jonë aty. Ai më tha kështu, të ka kërkuar, sa e kam takuar unë, personalisht. E kishte kërkuar, pra, ai nuk ka dalë në një studio televizive, por ka ardhur në vendin ku ti jeton. Pra, ai kishte gjitha informacionet për ty, dhe gjitoni juaj e kishte takuar, nuk ishte një kontakt gjitoni me ty? Ja, nuk ishte. Ja, ai plak. Çfarë kishin folur me njëri tjetrin? Pra, jam djali i filanit, apo jo? Kështu. Jam djali filanit dhe ai ishte takuar, e kishte pyetur kaq. Mbaroj aty. Edhe ishte goxha i rritur. Nuk i kishte kërkuar një numër telefoni? Çfarë kishte thënë? Ku jeton? Jeton në të njëjtin shtet që jeton dhe ti? Ja. Që mos ta themi vendodhjen. Ai jeton diku në Franca, ndaj unë jam pak më larg, pak më në një shtet tjetër aty. Ai jeton në Francë. Kush ta ka dhënë këtë informacion dhe sa i sigurt është? Jam i sigurt për këtë 100%. Je i sigurt 100%. Jeton në Francë. Dihet qyteti? Po të dija qytetin e kisha gjetë. Ke shkuar ndonjëherë në Francë dhe mund të kesh kërkuar tek shërbimet sociale, tek policia? E kam pyetur, po pak e vështirë, se unë se di dhe aq mirë frëngjishtën. Di italisht, gjermanisht, pak po frëngjisht, pak di. Francën e njeh mirë si shtet? Unë një gjysmë në Evropës, po. Një gjysmë në Evropës. Sa e vështirë është të krijojë një familje mbas 5-6 vitesh që Oresti ishte larguar, ishte rrëmbyer në mënyrë të padrejtë? Mua më ka vajtë mirë puna, po ai ti ishte me mua mirë do ishte. Shiko, e di pse të pyes se zakonisht kur vjen nga një histori e tillë është shumë e vështirë të kuptosh nga pala me të cilën do krijosh jetën tënde. Si e mirë priti gruaja juaj kur ja treguat të gjithë historinë që je i divorcuar, që ke një djalë, që je në kërkim të tij, që ta kanë rrëmbyer? E mirë priti, ndodhin këto gjëra, ram dakord. Po kur u bët baba 7 vite pasi Oresti ishte larguar, nuk ishte më në jetën tënde? Ja. Si ishte ajo ndjesia? Gjithmonë ka qenë... Sot të nesër, me fjalë. Nuk është se e kam shkuputur mendimin. Gjithmonë është, po e gjithë sot të nesër, po takojnë sot, po takojnë nesër. Kaloj pasaj kohë. Ti e ke kërkuar edhe si pas mënyrës ka kërkuar ai? Me disa punë të tjera pasaj. Në familjen tënde nuk jeton të dikush përveç këtij fqinji kur Oresti të ka ardhur dhe të ka kërkuar? Jo. Ai nuk ishte lënë një numër telefoni? Ishte mbyllur shtëpia. Ishte mbyllur shtëpia, as motra, as vëllezër, as vetëm ky gjitoni. Vetëm ky gjitoni, aty ai kujdesej. I kishte dhënë një informacion ky gjitoni për ty apo nuk ishte? Ai ka dhënë një informacion. I ka dhënë informacion. Dhe ai që nga 2016, 10 vite më parë, nuk ka mbritur kurrë ke ty. Ja. Ti në atë kohë ku jetoje? Pranë Orestit apo pak më larg? Pak më larg, në Gjermani. Në atë kohë jetoje në Gjermani apo jo? Dhe ai nuk mbriti kurrë në Gjermani. Aty jam akoma në Gjermani. Nuk mbriti kurrë? Ja, nuk mbriti. Shiko, fëmijët e tu janë në një moshë 20, 17 dhe 14 vjeç.
Kur e kanë kuptuar ata, ose kur ja ke treguar ti atyre që kanë edhe një vëlla më të madh, 28 vjeçar? Vite, shumë vite para. Si e kanë pritur? E mban mend bisedën me fëmijët? Ato kanë, ajo që është më e madhe, çopa mirë, ka thënë e gëzuar, ndërsa ajo më e vogël edhe djali pak serioz, kështu se është pak serioz ai kështu, ka thënë gjë. Ai s'ka folur edhe s'flet shumë. Nuk flet shumë. Ja, është i E mbyllur. mban më tepër për brenda. E mban brenda, po është i mbyllur, ndërsa ajo me gëzim, me gëzuar. Ajo Në këtë vajzë e rrugtim madhe, e të gëzuar, sotshmit. shumë e gëzuar ajo. Po. Thot Në këtë gjithmonë. rrugtim të sotshmi në këtë emision, që shpresojmë të kemi në këmbën e mbar për një takim tuaj, qoftë në media, qoftë edhe jashtë medias, mjafton që në fjalën tënde ta kemi, që ti të thuash u takova me djalin, ne ta japim këtë lajm të mirë për gjithë ata që po na ndjekin dhe që i bëjmë një thirrje të drejtë për drejtë. Kush e njeh Orest Kamberaj, ose vetë Orest Kamberaj, i datëlindjes 28 tetor vitit 1998, i larguar nga familja e babait të tij 57 vjeçar nga Vlora në vitin 1999, i marr padrejtësisht nga një grua 75 vjeçare gjyshja që po e rriste sepse nëna e tij, Resmie Toraj, nga Kurjani i Fierit, ishte larguar nga shtëpia pas një debati me ishburrin e saj që kam të ftuar në këtë studio, kështu që edhe zonja Resmie, familjarët e saj, në qoftë se po na ndjekin, por edhe gjithë shqiptarët ku që ndodhen, mendohet dhe jam i sigurt 100% që jeton në shtetin francez, thot 57 vjeçari në studion e emisionit Me zemër të hapur. Sa të përkra bashortja aktuale në kërkimin e djalit tënd? Po, më përkra. Të përkra. Së bashku edhe me fëmijët. Këtë drejtë. Shiko, përveç të gjithë të dhënave që kemi për nënën e Orestit, në Kurjan të Fierit, që ne do interesohemi me njerë sa po të dalim nga ky emision dhe mund të vijemi shumë shpejt në kontakte me zonjën. Por nuk e dim çfarë ka ndodhur në jetën e Orestit, 10 vite më parë, në 2016, ai ka ardhur në banesën tënde, ka takuar fëmijën tënd, nuk i ka lënë një kontakt tëndin, ai ka thënë që ti para 10 vite shjetoje në Gjermani, deri në Gjermani ai nuk ka ardhur dot. Ka ditur fëmijë një adresë tënde, një qytet? Nuk e ka ditur, vetëm shtetin gjerman, kaq. Ke kërkuar në rrjetet sociale ose fëmijët e Po, tij? kam kërkuar. Nuk e gjen, ëh? Ja. Ndoshta mund këtë ndryshuar dhe mbiemrin. Ndoshta mund të ketë ndryshuar edhe mbiemrin. Sipas të dhënave që ti ke nga Kurjani i Fierit, zonja Resmie është martuar, ka ndryshuar mbiemër? Patjetër. Patjetër. Martuar, po. Është martuar. Mund të ketë dhe fëmijë me francezin. Pra, ti sigur që është martuar me shtetas francez? Po. Një njeri shumë i afërt, më ka thënë biles, ai ishte dhe ai që na lidhin, ai më ka thënë kështu që është një familje të mirë franceze, e ka ndihmuar, është rritur, është zhvilluar, është mirë. Mendon se mund të jetë birësuar nga kjo familje franceze, apo mund të jetë bashkëtuese ose bashorti i dytë i nënës? Bashkëtuesi. Ndoshta ai ka dhënë dhe mbiemrin e tij. Ashtu, po mua s'më ka dhënë shumë fakte, kaq më ka thënë, edhe ka qenë vite më para. Ti e beson këtë informacion? Shumë e besoj, sepse ishte një moment që kisha vite pa u takuar me këtë person, isha në Itali, dhe në një farë mënyrë kam dhe të bëj me të, është njeri i familjes, nuk mund të bëjmë mik me të, jam njeri u familjes me atë, dhe ai më ka thënë, shko se është shumë mirë e kështu, se kam pyetur, po ai vetë më ka thënë këto. Kur ti ka dhënë këto informacione dhe sa besim ke ti ke ky person? Jo, është shumë i besueshëm sepse e pash që ishte shumë, edhe ai ishte i gëzuar. Ai më tepër i përket anës së zonjës Resmie apo anës tënde? Po, gruaja e tij dhe kjo ishte gruaja ime, ishin motra. Okej. Pra mund të themi ish kunati, ish baxhanaku. Baxhanaku. Ai më ka thënë këto gjëra. Si ishte takimi me ish baxhanakun? Ja, u takuan thjesht. Thjesht u takuat. Rastësisht u takuat? Pra ai është burri i tezës së Orestit. Dhe informacionet i ka të sakta. Shkoja diku dhe kam takuar në rrugë. Shkoje diku dhe takove diku. Rastësisht. Rastësisht, edhe mi ka treguar këto, pak minuta kanë qenë. Mirë, kam thënë. Kur ti ka thënë, në çfarë viti? Unë kam qenë në Itali në ato vite. Pas vitit 2003-2004 mund të qenë. 2003-2004. Që Oresti dhe Resmia ishin në Francë, që Resmia nëna e Orestit ishte martuar me një francez, ka fëmijë me francezin, ndërkohë që ndoshta Oresti mund të ketë mbiemrin e
burrit të nënës. Mund ta ketë, mos ta ketë, është pak. Ti ke një certifikat të vjetër në fakt, me vete, nuk duam ta shfaqim, dhe si për ke një foto, mbaj atë foton, si për certifikatës nuk ke pse e shfaq. Megjithatë, ke kërkuar në gjendjen civile, ndoshta në kurjan të Fierit, si ekziston Resmia, Oresti, ai vazhdon ta mbaj mbi emrin Kamberaj? Këtë nuk e di. Pra, kur ti ish Baxhanakun e takove dhe folët, ai t'u shpreh vetë, jo se ti kërkove informacion. Nuk shpreh vetë. Në qoftë se ai nuk do shpreh, do kërkoje ti një informacion? Patjetër. Përveç ish Baxhanakut, ka mbritur tek ty informacione në kuadër qofte dhe të bëjdonave? Jo, ai më i besuar i asnjë tjetër. Vetëm ai, informacioni vetëm, i mirë besuar? Edhe para pak kohësh një mik tjetër më ka thënë disa të dhëna pak a shumë kështu si ai. Të njëjta. Të njëjta gjëra. Miku sa i besuar është? Sa pranë familjes së zonjës Resmia? Është shumë pranë dhe ai shumë pranë. Edhe ai shumë pranë. Mik familjar me ata është. Mik familjar. Edhe ai të njëjta të dhëna. Të njëjta gjëra. Pra, prandaj ti i sigurt që Orest Kambera jeton në Francë. Që në atë kohë kur ka ikur, unë e kam ditur. Më njoftuan që ka ikur, ka vdekur ai person dhe më tha që e ke atje është mirë, është rregulluar pas 5-6 muaj ta supozojmë. Më ka thënë që është rregulluar, nuk jeton më ajo zonjë që më ka thënë mua, plak ajo ishte moshë mëstime. Edhe ishte mike atje tek ta dhe më ka thënë kështu të gjitha. Është mirë, është. Pastaj gjërat edhe po unë kam pasur probleme prona, gjëra ashtu edhe jam marrë më shumë me ato. Mirë, a mund të më thuash diçka ke shkuar në kurjan të Fierit, se ndoshta në familjen tore, në fisin tore? Jo, këtu afër në Roskovec, aty kam shkuar. Ke shkuar, çfarë kanë thënë në Roskovec? Herën e parë që kam shkuar unë atje, kam takuar një mik dhe kam qenë me një mik po nga Fieri dhe ai në Cakrani, edhe shkuam e pyeta, më tha mua nuk kam shumë të dhëna, sa vllai im tha. Ka të dhëna dhe kur kam shkuar këtë radhë ai kishte vdekur shumë i ri. 58 vjeç, para një viti ka vdekur. Po, pra, zotria nuk ishte shumë të dhëna, vllai ti po. Kur vajte, ai kishte ndruar jetë. Ai ishte, po, kur shkova këtë radhë, më tha i vllai ti ka ndruar jetë, po ai më tha të njëjta gjëra si Baxhanaku që është në Francë, të dhëna. Megjithatë, edhe ai është duke kërkuar pak a shumë, s'na ka hapur këto ditë telefonin, po është duke kërkuar qytetin. Se më ka thënë që do përgjigjem, megjithatë edhe tek ai kam shpresa. Vetëm tek ai ke shpresë? Kam shpresa sepse ishte shumë i lidhur me këta. Ishin një familje, po thuajse, me këta. Bëheshin shumë, sidomos. Besoj se edhe ky person të njëjta të dhëna si ish Baxhanaku, vite më parë, 2003-2004. Të njëjta gjëra më ka thënë. Deri ku kanë shkuar përpjekjet e tua për ta gjetur Orestin? Pra, ke shkuar në Roskovec, në Kurja? Kam gabuar që nuk kanë shkuar në qytetet kryesore të Francës, mund ta gjeja nëpërmjet këtyre organizatave apo shoqata si quhen atje, fondacione që janë këto që ndihmojnë këto kyçet e kuq. Këto mund ta gjem para. Sidomos tash më duhet mua sepse e kam edhe nga nëna një kështu. Para se ndronte jetë, nëna të ka lënë një amanet. A mund t'ja kujtojmë pak Orestit? Ndoshta e bëjmë që Oresti të na kontaktoj, të vihet në kontakt me ty, e shikoj që je shumë i prekur emocionalisht, çfarë ka thënë? Ka thënë, shiko djalin, kërkoje, gjeje, takoje, kaq. Dhe ti amanetin e nënës kërkon deri në fund. Shiko djalin, kërkoje dhe gjeje fëmijën tënd. Dhe kjo të prek më shumë nga kjo gjëja të prek edhe më shumë. Nga mënyra se si e kanë marrë, nga mënyra që u përballën me një 75 vjeçare. Shumë probleme. Emocione të forta teksa kujton edhe amanetin e nënës, kërkoje dhe gjeje djalin tënd. Këto janë fjalët që nëna ka ndruar jetë diku nga viti 2009, besoj, në vitin 2009, 10 vite pas largimit në mënyrë të rrëmbyer nga Tezja dhe nga Daja i Orest Kamberaj, i lindur me 28 tetor të vitit 1998. Publicitet, rikthehemi në studio.
Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Natyrisht do dëgjojmë edhe komentin e avokates Sara Demrozi, e cila do të flasi për mënyrën se si mund të bijem në gjurmët e 28 vjeçarit, i cili ka lindur me 28 tetor të vitit 1998. Ai ka lindur në Vlorë, quhet Orest Kamberaj dhe nëna e tij quhet Resmie Toraj nga Roskoveci, nga fshati Kurjan i Fierit, që nga momenti që është marrë nga Tezja dhe nga Daja, në vitin 1999 ai jetonte me gjyshën 75 vjeçare, babai për 1 muaj ishte larguar, 57 vjeçari i cili e kam në këtë studio në shtetin italian. Përpara 1 muaj zonja Resmie në debate sipër ishte larguar nga familja e saj në Vlorë, por në familjen e origjinës në Kurjan të Fierit, dhe kishte lënë Orestin tek babai, ishte rikthyer pas largimit të babai drejt shtetit italian, Tezja dhe Daja. Gjyshja e cila kujdesej për Orestin i kishte lënë për t'i takuar dhe për t'u çmallur Tezën dhe Dajën. Ato kanë përfituar nga mosha e 75 vjeçares, e kanë marrë, e kanë rrëmbyer dhe 1 muaj gjysmë më pas, 75 vjeçaria gjyshja e Orestit ka lajmëruar të birin në shtetin italian dhe ai është rikthyer në Shqipëri. Babai 57 vjeçari po e kërkon ditën e sotme, ai është rimartuar, ka 3 fëmijë të moshës 20, 17 dhe 14 vjeç, ndërkohë që Oresti në vitin 2016, 10 vite më parë, ka shkuar në vendin ku ka jetuar, sepse e ka ditur dhe ja ka dhënë informacionet jo vetëm nëna, por besoj se ai ka ditur vazhdimisht, ka takuar një zotëri fqinj i 57 vjeçarit, i babait të tij dhe ai i moshuar, por ndërkohë në vitin 2003-2004 ish baxhanaku i 57 vjeçarit, e rastësia i ka bërë bashkë, i ka dhënë çdo informacion, ndërkohë që të tilla informacione ka marrë edhe nga miq të tjerë të familjes ndër vite 57 vjeçari. Prandaj, Orest Kambera, nëse po më ndjek drejt për së drejti, apo zonja Resmie Toraj, apo familjar të cilët ndodhen në Kurjan të Fierit, por jo vetëm, edhe në të gjitha shtetet ku jetojnë, është e sigurt që Oresti dhe zonja Resmie është martuar dhe jetojnë në shtetin francez, ka sjell në jetë edhe fëmijë të tjerë, ndërkohë që Oresti ka qenë në kërkim të babait, tashmë është babai në kërkim të Orestit. Shpresoj që pas këtij transmetimi të kemi telefonatën e shumë pritur në numrin e telefonit 069 20 37 000. Sara, në moshën e Orestit paka shumë edhe ti, apo jo? Gjithmonë i bëjmë të krahasime kur kemi personazhe, siç ishte edhe herën e fundit që kishim një 27 vjeçare me origjinë nga Burreli e martuar në Pogradec, babai në kërkim të birit. Pasi ka ezauruar të gjitha ato rrugët e mundshme, aq sa ka mundur ai të ezauroj. Po, ka bërë investigimin e vet, por dhe Oresti përpara 10 vitesh, 28 vjeç Oresti aktualisht, para 10 vitesh ka qenë 18 vjeç. 18-19 vjeç. Kupton? Domethënë, sa po ishte bërë majoren, ai në kërkim të babait, si duket ka mbritur në Shqipëri dhe ka shkuar direkt dhe në adresë. Është një gjë që tregon që fëmia kanë gjithmonë nevojë të di se kush është babai, të mbaj kontaktet, pra ka të drejtën e vet për të ditur për familjen e vet dhe mos më shumë për babain e vet. Mua më vjen keq që situata ka arritur ku kanë humbur kontaktet plotësisht, tërësisht, duke qenë se kjo është edhe në varësi të nënës, po një nën tjetër mund të mbante kontaktet me babain, sepse nuk ka rëndësi as kohë bashkëshorti me bashkëshorten, apo në këtë rast ish bashkëshorti me ish bashkëshorten, por fëmijët kanë të drejtë të njihen më të tyre prindrit. Shiko, kanë qenë vite të vështira. Po, patjetër. Jo më kot unë e thash që përpara atij debati që bëri që zonja Resmie të lërë djalin dhe të largohet, jo më kot e preka dhe e ceka që ku ka shkuar zonja Resmie, pasi në familjen Toraj ka ndodhur një fatkeqësi. Patjetër. Dhe kjo fatkeqësi ka qenë shumë e rëndë. Shiko, ne nuk dhe zonja është detyruar ta marrë të birin në këtë lloj forme, pasi ka marrë informacionin që babai i Orestit nuk ka qenë dhe të largohet. Ndoshta ka qenë në jetë, në rrezik jeta e saj, e familjarëve të saj, por edhe djalit. Janë shumë çështje, janë shumë gjëra që ne nuk jemi në brendësi dhe po ta kuptosh, zotëria tha që edhe unë jam larguar jashtë territorit, nuk ka. Domethënë, me gjithë dëshirën e mirë për të humbur gjurmët në shtetin francez, për të martuar dhe për të rikrijuar jetën e saj, ajo ka pasur një tragjedi në familje. Kanë qenë rrethana të vështira. Ka qenë situatë e vështirë dhe kështu ka humbur gjurmët të Resmia.
Patjetër, prandaj nuk... Pra, nuk ka qenë në dorën e saj, a do mbante kontakt me babain i biri apo jo? Është kontakt personal, pastaj është që tjetër. Ajo ka siguruar jetën e saj dhe të birit, mendoj unë. Patjetër, tani çdo gjë bëhet në interesi më të lartë së pari të fëmijës dhe së dyti të vetes tënde që të kesh një jetë sa më mirë bashkë me fëmijën Po ti tënd. rikthehesh edhe avokati miku familjes i ka thënë lëre se është me nënën, diçka ka ditur nga fatkeqësia e kësaj familje. Po sigurisht. I rrezikoi jeta, kaq mund të them unë. Këto nuk i dim dhe nuk i flasim dhe nuk kemi as interes të diskutojmë sepse fundit e din vetë persona të përfshira se çfarë ka ndodhur konkretisht, siç mund ta di vetë zotria, e di edhe nëna, dhe për këtë arsye as nuk i paragjykojmë, as nuk bëjmë dot hipoteza. Prandaj çfarë ka ndodhur konkretisht e din ata. Sigurisht unë po flisja në përgjithësi që një baba apo një nën ka të drejtë të mbaj kontaktet me fëmijët e tyre. Dhe fakti që vetë djali 18 vjeç ka shkuar të kërkoj baban e tij do të thotë që ka një interes të di se kush është. Po 10 vite më pas është edhe babai që po kërkon të birin. Po Se ka pritur dhe ka edhe më shpenzuar shumë në këtë se 10 dekadë. vite për atë punë, sepse besoj se si prind nuk çdo natë kur shkon edhe flen e mendon edhe djalin tjetër që ka, pra jo vetëm 3 fëmijët që ka. Pastaj kjo është në vlerësimin e babait. Ka mekanizma tani, shqyr zotit, ka mekanizma ligjore, mekanizma teknologjike për të gjetur djalin. Është thjesht kjo çështje po humor nga detektiv privat si zyra juaj? Atëherë mund të merret edhe ligjërisht edhe nga detektiv privat. Ligjërisht çfarë mund të bëhet? Mund të bëhet të kërkohen informacione nëpër konsulata, nëpër ambasada, nëpër gjendjet civile për të ditur se ku është regjistruar, ku jeton, çfarë bën. Sigurisht që pastaj hapi parë fillon nga Roskoveci. Patjetër. Nga gjendja civile. Patjetër, nga gjendja civile. Nga trungu familjar i zonjës Resmia. Zotria mund të marrë edhe certifikat familjare para si të ndante, domethënë viteve 97, po 96. Mund ta shkarkojnë në Albania. Mund ta marrin nga Albania dhe do t'i dalin të dhënat e personave që ka pas në trungun familjar të vetit dhe nga aty mund të nisi hulumtimet edhe personalisht, edhe nëpërmjet një avokati që ta ketë më të thjeshtë ose një juristi. Pra janë këto mekanizma që mund të merren informacione zyrtare. Në qoftë se këto pastaj nuk arrin, normalisht që detektivi privat ka mekanizma tjera të hulumtimi, siç e dini dhe ju e vizë. Pra, mendohet që zonja është martuar me një shtetas francez, ka ndryshuar mbiemrin, por mendohet se edhe Oresti mund të ketë marrë mbiemrin e burrit të nënës. Njerkut, se s'dua edhe ta them në këtë lloj mënyra. S'ka problem, se mund të gjehet gjithsesi. Nuk është probleme. Nuk është problem. Sa raste të tilla vinë në zyrën tuaj dhe sa të suksesshme janë ato? Të mos përcjellin që detektivët privat, gruaja paguan një detektiv për të kuptuar ku është burri po ashtu për të kuptuar se ku është gruaja, se janë shumë banale, vërtet janë shumë të përhapur. Ka pas raste të tilla. Në dijenin time ka pasur raste të birësimeve të fsheta, ku një fëmijë kishte përfunduar në Greqi dhe kanë arritur ta zbulonin se në cilën familje ndodhej dhe e lidhen me familjen e origjinës. Ka pas raste të tilla pra me fëmijë që kanë humbur. Në momentin e rigjetjes, ka pasur refuzime nga njëra palë? Në varësi të personit, çdo rast është ndryshe. Mbase kanë takuar, por nuk kanë mbajtur më kontakte dhe fëmia, sepse e quante familjen e vet, familja që po e rriste dhe jo familja e origjinës. Pra, kjo varet nga personat. Për çdo rast është ndryshe dhe duhet trajtuar ndryshe, sepse janë raste sado sensibël edhe në varësi gjithmonë të situatës. Oresti mbi 18 vjet, përpara 10 vitesh ka kërkuar babain. Kjo është një shenjë shumë e mirë. Pse është kjo zgjedhje? Ne arrim ta kuptojmë, ta perceptojmë, por edhe nga përvoja e zyrës tuaj. Ne ta hipotizojmë që si çdo djalë, sidomos tek djemt, figura mashkullore, figura e babait është gjithmonë një figurë që jep drejtim, një figurë që ka atë autoritetin e vet, dashurinë e vet. Pra, pa njohur babain tënd nuk bëhesh dot burr në thonjza. Edhe sigurisht që Oresti ka dashur të zbulojë se kush është babai i tij, sepse po pse kërkimi mbi 18 vjeç? Ndoshta për shkak të kujdestarisë. Mbase kujdestaria, mbase nëna, mbase familja, mbase shumë rrethana mund të kenë të bëjë, po fakti që në momentin që është bërë i pavarur, pra maxhoren, 18 vjeç ka vajtur të kërkojë se kush është babai i tij. Për 57 vjeçare. Unë besoj se do kenë qasje shumë pozitive. Pastaj edhe ky emision, mbase e dëgjon vetë dhe kontakton vetë. Shpresojmë që të ndodhi kështu edhe asnjëra nga palët nuk lodhet. Po edhe mbase ribashkohen pas 26-7 vitesh, sepse besoj se vitet ikin edhe shumë shpejt. Oresti është gati 30 vjeç. Oresti është 28 vjeç, 27 vite pa e parë babain, nuk mban mend besoj në moshën 1 vjeçare. Janë shumë vite, janë shumë.
Edhe sa më shpejt, aq më mirë, sepse jeta ikën shumë shpejt. I rritur vetëm nga nëna, dhe ne nuk e dim se si nëna e ka rritur dhe e ka ushqyer të birin. Fakti që ai ka kërkuar kur është bërë 18 vjeç, kjo është një shpresë shumë e mirë për 57 vjeçarin. Është edhe një gjë që nëna nuk ka folur dhe aq keq për babain, por kam pas rrethana të tjera që nuk e kontaktuan të dosht. Drama në familjen e saj. Nuk e dim plotësisht, sepse përderisa vetë do ta kërkoj, do të thotë që nuk ka pasur një qasje negative në familje, që mos u lidh me babain, mos fol me babain. Pra, ne këtë nuk e dim, po mund ta hipotizojmë që përderisa i ka kërkuar vetë. Viti i parë i ardhjes në jetë të Orestit nuk ka qenë një vit i thjeshtë. Apo jo? Ka qenë shumë i ndërlikuar, sidomos për prindrit e tij. Nëna thash me një tragjedi në familjen e saj, të mos i rikthehemi më. Zotria shumë fisnik dhe shumë qytetar duke thënë që ishte një gabim dhe hajtë të themi se ishte i të dyve. Pati një debat shumë të ashpër, nuk e dim se çfarë ka ndodhur, sepse një grua që lë fëmijën 1 vjeç dhe largohet, do të thotë që debati nuk pas ka qenë kaq i thënë në thonjza debat ose diskutim, ka qenë përtej asaj, por çrëndsi ka e gjithë kjo. Fakti që e lë dhe rikthehet, jo ajo vetë, por vllai dhe motra, sepse kishin mësuar që zotria 57 vjeçar ndodhe në Itali dhe ai ndodhe me gjyshen 75 vjeç, mënyra se si e kanë marrë, në qoftë se atë histori e sjellim ditët e sotme, çfarë do ndodhte? Mënyra nuk është fisnike, as atëherë as sot, po pa ditur rrethanat konkretisht nuk e paragjykojmë dot. Në këtë rast kemi të bëjmë me një marrje të padrejtë të fëmijës, që i bie në 127 të kodit penal dhe i bie të jetë një kundërvajtje ligjore. Duke qenë se çështja ka ndodhur në 97-ën, ka kaluar 99-ën, po kanë kaluar afatet e parashkrimit, pra kjo çështje është parashkruar juridikisht dhe nuk ka më vlerë juridike, sepse jemi... Nuk jemi këtu ke parashkrimi. A do të dish çfarë ndodh sot? Ta zhvendosim atë ngjarje në ditën e sotme. Në ditën e sotme, atëherë kjo dënohet, duhet të bëhet një kallëzim penal në polici. Pra, ose më mirë, çfarë nuk u bë atëherë nga ana ligjore? Nga ana ligjore nuk ka pasur një denoncim polici njëherë. Po, nuk e dim atëherë, kjo varet gjithmonë, një parafrazë të shkurtër, nga vendimi gjyqësor. Pra, si është vendosur regjimi i kujdestarisë dhe kujt i takon. Zotria tha që ja la nënës kujdestarin dhe unë duhet bëja pagesën. E mban mend sa ka qenë pagesa? Jo, nuk e mban. Pak rëndësi ka sot se vendimin e gjyqit. Vendimin e ka ai avokati. Nuk e pas ka parë. Gjithsesi, në ditët e sotme, nuk i hiqet... Po nuk është përdor argument. Mje nuk e dim, duke mos e pasur përpara nuk e dim. Vendimet kanë qenë edhe pak më të thjeshtuara në 99-ën se sa janë sot janë më të artikuluara, më të argumentuara. Duke qenë se një vendim gjyqësor për divorc, për ndarje kujdestarie nuk e heq përgjegjësinë prindërore, vetëm në raste kur parashikon ndryshe, do të thotë që të dy prindrit e kanë përgjegjësinë prindërore, do të thotë që për të larguar jashtë shtetit, edhe kur kujdestarin kryesore e ka nëna, duhet të marrë pëlqimin edhe të babait. Pra, të japi pëlqimin e vetë që, okej, mund të marrësh, mund të largoheni, pa pëlqimin e babait, atëherë mund të ndodhemi përpara kushteve. Se kanë qenë vitet vështira kur bëhen të gjëra edhe sot. Ne po transferojmë në kuadrin ligjor të sotëm. Pra, çfarë mund të ndodhi në vitin 2026. Patjetër që ka qenë edhe atëherë. Por, duke qenë sot, kjo quhet një marrje e... Pse nuk u përdor ky argument që unë u largova, e lash fëmijën, nuk e di se si ka qenë debati, ka pas dhunë, s'ka pasur dhunë, por marrja nga ana e tezës dhe dajës atij fëmije, ndoshta për shkak të asaj tragjedie që kanë pasur në familje, mund t'i rrezikojë jeta, mund të kërcënoheshin, prandaj kanë ikur, nuk po paragjykoj këtu asgjë. Edhe vetë zotria tha që nuk e kanë ndjekur as me avokatin. Që unë dua sigurimin e fëmijës se kështu më ka ndodhur në familje dhe po iki se sa të përdori kjo metodë. Jam admiraton dhe zotria. Nuk ka qenë një mënyrë fisnike, sepse babai ka të drejtë se çfarë do ndodhi me fëmijën e vet, por duke mos i ditur rrethanat deri në fund, nuk po komentoj më tepër se kaq. Okej. Ja, ta pyes pak zotrin, në qoftë se do ishin paraqitur familjar të zonjës Resmie, ose vetë Resmia do të kishte telefonuar, ose do të kishin thënë nënës tënde që dëgjoj, për shkak të kësaj fatkeqësie në shtëpinë tonë, ne na rrezikohet jeta. Nuk dua të iki me kokën pas, sepse ndoshta dikush mund të rrezikojë dhe jetën e djalit tim. Mund ta marr për t'u larguar, a dhe të bëjmë divorcin?
do kishit rënë në një kompromis apo do ishte vështirë? Vetëm këtë rrugë kishte Resmia? Nuk është muhabeti se ka ikur plotësisht nga Afrika. Okej. Pra ti ke dilemat e tua. Ka ikur nga Afrika se kishte të tjerë, më të vëllezër të tjerë para kësaj. Ka ikur nga Afrika. E kuptoj. Mirë, Aty është përdoru si pretekst për të marrë fëmijën edhe mban më mirë. Në nësën dhe mban mund, ti ka thënë diçka Tezja dhe Daja? E kanë marrë kështu pak me të mirë, ai se do rregullohet kështu, e kanë marrë. Ajo e kuptoj pasaj kur erdhën ai shumë, e kuptoj direkt, e ka kuptuar. Se ka pasur më shumë se sa 2 veta, se sa Tezja dhe Daja? Po, kanë qenë 3-4. 3-4. Ata kanë qenë të shoqëruar nga kush? Vëllai, motra, një kushëri e tyre, 3 veta kanë qenë, 3 o 4. Një ka qenë në makinë. Një ka qenë në makinë, ka qenë një kushërir i tyre, Tezja edhe Daja. 3 kanë ardhur me makinë deri atje. Okej, e qartë. Kjo ka qenë situata. Po, si që thash, nga rrëfimi nuk më duket një mënyrë fisnike për të larguar një fëmijë nga jati i tij, kushdo që të jetë, edhe në raste rreziku apo jo rreziku, preteksti apo jo preteksti, të dy prindrit kanë të drejta të barabarta me di se çfarë bëhet me fëmijën e tyre. Duke ndodhur në këto kushte, edhe duke qenë qasja kaq tragjike, normalisht që edhe babai ka ngelur me kokën pas gjithë këto vite, sepse nuk ka ditur çfarë ka ndodhur me djalin e tij. Shiko, deri në moshën 18 vjeç, përpara 10 vitesh kur Oresti ka kërkuar babain, deri në atë kohë, zonja që ushtronte kujdestarinë e Orestit, nëna, zonja Resmia, apo dhe bashorti i saj shtetasi francez, e kanë mbajtur nga frika se ndoshta mundet që për arsye që kanë kërkuar azil në Francë të sigurojnë jetën e të birit? Ajo është? Ka mundësi. Pra, po bëjmë një analizë. Për të bërë dokumentat, për të bërë dokumentat. Një diçka që të kemi parasysh, çdo prindër ka gjithmonë në mendje interesin më të lartë të fëmijës. Unë shpresoj që Resmia të ketë folur sa më shumë për babain, fakti që ka shkuar deri në banesë. Kërkoj vetë, besoj se ka interes të di se kush është babai i tij. Po pse është mjaftuar vetëm me një herë të vajtur? Mbase ti dim rrethanat. Ose të dhënat e fqinjit ndoshta kanë qenë shumë të sakta, por kur i thuhet që jeton në Gjermani, ka edhe sot shumë veta janë gjetur edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, Ju keni rrjete sociale, fëmijët kanë rrjete sociale? Instagram, Facebook, ju keni. Pra, nëse dëshiron të shkruaj, dajave, hallave, tezeve, ta zgjidhim në këtë mënyrë një herë kështu. Ta gjejmë në këtë. Jo, dakord. Por ti ke rrjete sociale, se mund të japim edhe këtë mesazh, se mund të shkruaj në rrjete sociale. Ai e di emrin e babait, e ka një certifikat, ju kërkoni të mbesni anonim, është e drejta juaj dhe ne këtë gjë ja u kemi plotësuar ditën e sotme, kështu që Orest Kamberaj, i lindur me 28 tetor të vitit 1998, është i sigurt që jeton në shtetin francez, që nga viti 1999, moment kur është marrë nga krahët e gjyshës, sepse babai ka qenë në shtetin italian. Nëna e Orest Kamberaj quhet Resmie Toraj, nga Roskoveci, nga fshati Kurian i Fierit. Ajo është martuar me një shtetas francez dhe ka ndryshuar mbi emrin e saj. Në 2016 është paraqitur Orest Kamberaj tek adresa e babait dhe ai jeton në shtetin gjerman. Ka 3 fëmijë, 20, 17 dhe 14 vjeç, kështu që Orest, në qoftë se po më ndjek, zonja Resmia, në qoftë se po më ndjek, kemi thënë fjalë shumë të mira për ju, mjafton ta kontaktoni në qoftë se Orest Kamberaj ka dëshirë, sepse përpara 10 vitesh ka kërkuar babain, ai ka mbritur në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, mund të vihet në kontakt me gazetarët, me redaksin, në numrin e telefonit 06920 37000. Dhe menjëherë do vëm në dispozicion emrin e babait, numrin e tij të telefonit, si numrin shqiptar, po edhe numrin e shtetit në cilin ai jeton, se ka mbritur enkas në Shqipëri për të kërkuar të birin, dhe nga Vlora ka udhëtuar për të qenë drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, dhe për këtë gjë e falenderoj. Sara, fjala e fundit se më duhet ta mbyll. Patjetër, shpresoj që të gjej Orestin sa më shpejt, që të lidheni bashkë dhe që të kaloni këto vitet bashkë. Shumë faleminderit për fjalët e E rëndësishme, ashtu si e tham, zotrin, nuk është vetëm që ne të bijem në gjurmën dhe ti të kesh atë takim, por mbas atij takimi ju të ruani edhe marrëdhëniet me Orest Kamberaj që kemi kërkuar ditën e sotme, 28 vjeçare. Një fjalë fundit, në qoftë se Oresti do të dëgjonte,
Çfarë do t'i thojë? Ose Resmia në qoftë se do dëgjonte, ose familja Toraj. Çfarë do t'i thoje? Të lidhej patjetër me ju, me mua, kështu që mos të dëgjoj ndoshta ndonjë tjetër, se mund të ketë dhe fjalë. Pra, Orest, në qoftë se po na ndjek, mos dëgjoj fjalët e askujt, flit drejt për drejt me babain tënd, e ke kërkuar përpara 10 vitesh dhe na kontakto për dhënë kontaktin e tij, mundet në rrjetet sociale përderisa babai yt tregon që ka rrjete sociale si të tij, të familjarëve të tij, por edhe të motrave dhe vëllezërve që ti ke. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen tuaj, të nderuar miq, ju presim të na kontaktoni qoftë edhe anonim në numrin e telefonit 069 20 37 000. Orest Kamberaj, i lindur me 28 tetor të vitit 1998, babai është me mua në studio, është i biri i zonjës Resmie Toraj nga Kurja Nifierit nga Roskoveci. Kjo është fotoja e babait që na ka servirur. Ky është Oresti që besoj se ka ndryshuar shumë duke jetuar në Francë dhe duke qenë 28 vjeç aktualisht. Faleminderit të gjithë ju që na keni ndjekur drejt për së drejti në televizionin më të madh informativ në vend. Pas pak të emision do ta gjeni të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe presim të gjitha informacionet në lidhje me 28 vjeçarin. Bashkëndajemi këtu për t'u ritakuar në ditët në vim. Deri atëherë, miru takofshim.